بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Ka thonë Sufjan al-Thawri rahimullah, kur e një njeri se krejt kojshia e tij dhe akraballoku i tij dhe krejt e dojnë dhe e lëvdojnë për të mirë, thot dije se ai dikon është tulshu pa në fenë e tij. Fa'lam annahu mudahin. Dije se ai është bu mudahana. Ka thonë pse ja Aba Abdillah? Ka thonë se s'ka mundësi krejt me kushëre, me akraballok, me kojshi, krejt me dasht, veç se ky kur e shehni të keqe se ndalën. Dhe e shehni të mirë që duhet me urdhëru dhe nuk urdhëron për këtë çka ka fitu kënaqësinë e krejtëve. Po të kish urdhëru ku duhet me urdhëru dhe me ndalu ku duhet me ndalu, dikush se kish dasht. Apo dikush se kish dasht që kikon dëshmi se ai njeri po flet kur duhet me fol, dhe po urdhëron kur duhet me urdhëru, dhe po ndalon kur duhet me ndalu, e për këtë shkak njerëzit krejt nuk bëhen të kënaqur me ty. Si të janë të kënaqur dihesh se ti secilit jetu i shku me kanë fytyr. Këti me një fytyr, ati me një fytyr, ati me një fytyr, e që kjo tani është laramania që Allah azza wa jall nuk e don dhe urdhëron me të kundërtën e saj, sibghat Allahi wa man ahsanu min Allahi sibgha. Ngjyra Allahu që ta ka jap. Çato pranoje, a ka ngjyrë më të mirë se sa ajo që Allah azza wa jall ta ka jap? S'ka. E ngjyra Allah azza wa jall që na i ka jap neve është Islami, e kjo nuk pranon laramania, po iyyaka wat talawun fa inna din Allahi wahid. Këshilla e Hudhaifës ndaj Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu ka thonë ki kujdes mos u ngjyros sepse feja e Allahut është një. Ajo s'ndrron, nuk është kollër ajo. Apo ajo është një. Ki kujdes ti mos u ngjyros me ngjyra të ndryshme. Ajo që neve Allah azza wa jalla na ka ngjyruar është urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja nëse dëshirojmë me rujt khajrijet hadhihi al-umma se na ummeti më i khairit. Nuk do të thot urdhërimi vrasësi, nuk do të thot ndalimi çortim dhe kështu me radhë. Edhe ndalimi kryhet me të mirë, edhe urdhërimi kryhet me të mirë, ama esenca është që kur e shet të keqen do të më thonë se është e keqe, dhe kur e shet të mirën do të më thonë se është e mirë dhe që kjo është peshurja. Apo kjo është peshurja se je duke pa drejt. Nëse diçka që ka qenë drejt dhe e mirë, tash s'është e drejt dhe e mirë te ti. Diçka që ka qenë e keqe tash nuk është e keqe te ti, dije se ty të ka hub ai balansi dhe barazpesha dhe peshurja, jetu pa shtremt dhe jetu gjyku shtremt, e Allahu azza wa jall ka thonë wailul lil mutaffifin. Mirë dhe xhehenem ka për ata të bëjnë tatfif. Çfarë është tatfif? Peshurën veç pak e ndryshon. Apo tu shit patate veç pak e ndryshon peshurën. Me gram, Allah thot wailul lil mutaffifin. Mirë, e komentimi i Ibn Abbas është mirë. Wail është wadi fi jahannam, një lugin jahannam, e përgatitur për ata të cilët bojnë mëkate që e meritojnë më ju thonë atë në mirë. Apo mirë për ata që pak e ndryshon. E ai që ndryshon fenë Allah azza wa jall, e ai që të mirës si thotë e mirë, dhe të keqës si thotë e keqe, dhe halalit si thot halal, dhe haramit si thot haram, dhe kufrit si thot kufr, dhe shirkut si thot shirk, dhe bidatit si thot bidat, dhe mëkatit si thot mëkat, i ndryshan këtu. Apo ky njeri a ka ndrru pak, a ka ndrru shumë? Nëse në patate kur ndryshon pak, apo nuk mat drejt, po thot Allah azza wa jall wailul lil mutaffifin. Jahannam ka për ata të bojnë këtë padrejtësi në patate, apo e çka është puna me ata që e bën këtë padrejtësi në meselet më të mëdha të fesë? I thot kafir atij që se meriton këtë emër. Dhe i thot bidatxhi atij që se meriton këtë emër. Dhe i thot xhenetli atij që se meriton këtë emër. Apo kjo është të bëu zullumin më të madh, krimin më të madh të mundshëm, apo sepse peshurja atij është krejtësi, është diçka tjetër për asaj që Allahu azza wa jall e ka vendosur si peshur, apo